Muhamedi alayhis salam ka qenë edhe lideri, modeli liderit. A mundesh me na I tregu disa aspekte nga jeta e pejgamberit alayhis salam ku ajo është shfaqe apo ka dalë në shesh modeli I tij si një model I liderit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë lider, po me dallim nga liderët sot ka qenë lider në shumë sfera të jetës. Ka qenë lider ushtarak, ka marrë pjesë për 20 betejë, ka qenë lider shoqëror, ka qenë politik. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka formuar shtetin kur ka ardhur në Medinë, takimet që I ka bërë me delegacionet u fudet e jashtme, I ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë ka pas punë me njerëz të shkallëve të ndryshme dhe njerëzit me ndikim në atë kohë. Ka qenë këndej si thash, ka qenë lider shoqëror, po ka qenë gjykatës, ka qenë përmirësues kur kanë pas probleme, pajtues, përmirësues me bashkëshortëve, pajtues me sfiseve. Do të thonë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lider familjar, ka qenë pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë lider fetar, ka qenë mufti, ka qenë do të thonë kadi, do të thonë të gjitha është dash për një personit. Muallim që I ka mësuar. Ka qenë, do të thonë, lider edukativ. Do të thonë I ka mësuar, do të thonë ndash teoretikisht, ndash praktikisht, do të thonë komplet shoqërinë. Jo vetëm shokët e vet, komplet shoqëria janë kthy dhe kanë marrë dituri, do të thonë tek një person, do të thonë. Sot e ke për shembull disa lider. Do të thonë shkon në vendet arabe ke disa dietar. Shkon Kenjani, shkon ke tjetri. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjitha forca, gjithë interesimi, gjithë fokusi ka qenë I drejtuar tek një person, tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ai ka qenë përgjegjës të gjithë atyre. Gjithë kanë thënë ja Rasulullah, ja Rasulullah, ja Rasulullah, ka ardha e gruaja ja Rasulullah, ka ardha e burri ja Rasulullah, ka ardha e fëmia ja Rasulullah. Më thon ka qenë shumë interesante çështja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe për atë nëse e merr dhe shikon përgjithësitë që I ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe arritjet e tij që në çdo përgjithësi apo në çdo sferë të kallëzohet I suksesshëm pa dështime, mjafton pozita Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ose nëse shikon, nëse vlerësojnë dikant me aftësitë që ka, me kushtet dhe mundësitë që posedon, dhe me suksesin që ka arrit, kush është si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Nuk ka ditë të shkruaj, nuk ka ditë të lexoj. Kushtet ka qenë primitive. Ka jetuar mes të arabëve të asaj kohe të cilët nuk është dhënë rëndësi diturisë, nuk është dhënë rëndësi, do të thonë aspektit të moralit në një nivel të lartë, nuk është dhënë rëndësi, do të thonë faktikisht krijesa e njerit, edhin vajzat janë vrarë, kanë për një deve janë vrarë me qindra burra, kupton? Dhe vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këto aftësi, me këto mundësi dhe arrin kësaj lloj suksesi. Për atë kanë përzgjedhur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam njeriu më ndikim në histori. Nuk është normale. Kena njerëz në gjatë historisë që kanë arrit për shembull kanë arrit në një sferë për jetës, ama të gjitha sferës e jetës, në ushtri I suksesshëm, në shtet I suksesshëm, politik I suksesshëm, si mufti I suksesshëm, si dietar I suksesshëm, si prind I suksesshëm, si komshi I suksesshëm, si shok I suksesshëm, si tregtar I suksesshëm. Më thonë derisa edhe ato mosbesimtarët para se s'është bo pejgamber që I kanë thonë. Ti je besnik, kur s'ke rrejt, kur s'ke gënjy, në pasurinë tonë na ruaj ti. Më thonë ka qenë vazhdimisht në anën asaj që është e drejta. Është e drejtë. Mutajimin. Po. Ato që kanë pas atë aleancën e njerëzve që e kanë ndihmuar atij që I bëhet padrejti para se të bëhet? Para se të bëhet pejgamber. Edhe kur vjen në Medinë me izraelitët, me Benu Israil, e bëjnë marrëveshjen, e bën atë hartën e Medinës, që është një lloj kushtetute, në të cilën secili ka të drejtat e veta, po edhe detyrimet që I ka ndaj shtetit, që është ndërtuar. Këtu shihet se sa larg pamës ka qenë dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do shta prej elementeve që ka më shumë janë të spikatura në personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo që ka insistuar në atë që njerëzit të profesionalizohen në ato punë që I bëjnë. Të konsultohet me njerëz që kanë përvojë. Kur vjen Selmani radiallahu anhu dhe tregon për Hendekun, kjo ka qenë diçka që nuk ka kanë njohur në mënyrën se si kanë luftuar arabët. Edhe e aplikon pejgamberi sa. Ose rastin në betejën e Bedrit, kur I vjen, a është kjo pozitë
që je vendosur strategjike që Allahu ta ka caktuar apo vetë. Këllën jo, kjo është mendimi im. Ata e të afrojmë ma tepër pranë bunarit që të kemi ne kontrolën mbi ujin. Do të thonë se Muhamedi sallallahu ose kur e ka dërguar ashabin e njohur që t'i mëson gjuhën e hebrejve.